Adelkën si që shihni nga kuti. Mëngjesi dhe mirë se vini në një vlog tjetër këtu në kanalin tim. Ky është një vlog shumë i bukur sepse janë ditët e mia të fundit përpara se unë të iki në Finland, edhe pse do kthehem. Kaluar këtu tek dhoma ime e vogël, kur isha më e vogël, dhe do bëjmë gati valixhen. Unë gja e kam bërë gati valixhen sepse kam futur disa gjëra që dua të marr, por do ja u tregoj edhe juve. Tani kam këtë termosin të cilin është i ri dhe e ka bler mami im për Xhesin. Kur e morim tha mua nuk ishte ngjyrë tjetër, kjo është si ngjyrë tulle, por nga afër kjo në fakt vjen si, nuk e di si mund ta them se çfarë ngjyre mund të jetë. Diçka si ngjyrë e tullës, edhe Xhesi se ka problem ta mbaj, kështu që po ja çojmë edhe këtë, ta ket, sepse e merr me vete edhe në palestër. Dhe me çfarë kam mbushur unë valixhen e vogël. I erdhi mami tim dita dhe rasti që t'i plotësohet dëshira dhe unë të marr të gjithë çarçafët, batanie që ajo më ka bler si pajën time, por që nuk kemi shumë mundësi që t'i çojmë në Finland sepse ato zën goxha vend. Dhe këtë rast ishte rasti i vetëm ku unë mund të mbush një valixhe të vogël me çarçafët që mami më ka marrë. Tani ja këtu me Adelkën në Frankfurt. Si do ikja në Finland pa takuar Adelën? Jo. Tani ne do gjejmë një gjë që të ulemi dhe të ham para se unë të iki, sepse nisim për në Finland dhe kam në orën 9. Tani ne duhet t'i provojmë edhe sinamonsat si i bëjnë këtu. Po, shoqja po mundohet për një foto Instagrami. Ishte edhe takimi me Adelën, tani të ikim tek geti për të nisur në Finland. Feels bright, like walking through the calm of night. We talk about the days ahead. With every word, a dream is spread. You take my hand and hold it tight. With you, everything feels right. In your eyes, I find my peace. A love like this will never cease. Every glance, every touch, so true. Every moment I'm lost in you. With you always, I'll never fear. You and me, the world is clear. Every day feels like gold. A love so warm, never growing old. With you always, my heart's steady. With you I feel like I can breathe. Together we'll make it through. With you always, just me and you. We walk the streets hand in hand. Together we'll make our own plan. We laugh, we talk, we share our dreams like a river flowing with gentle streams. When I'm feeling low, with you there's nowhere we can't go. Te zemra ime tek i gjysk. Po, kanë dalë zbukurimet për Christmas. I'm lost in you. With you, fear. You and me, the world is clear. Every day with you feels like gold. A love so warm, never growing old. With Më
Më përpara ju tregova që ishim sot jashtë në një qendër tregtare me Xhesin. Shkuam pak për të blerë disa gjëra dhe kemi bërë një porosi e cila na vjen nesër. Kemi bërë një porosi për dhomën tonë të gjumit, kemi marrë disa komedina, kemi marrë kokën e krevatit sepse nuk e kemi pasur gjatë kësaj kohe dhe nesër do të na e sjellin në shtëpi. Dhe duke qenë se tani isha vetëm, bëra në fakt e regjistrova videon e bashkëpunimit me Berluk, të cilin besoj e keni parë më përpara se këtë video dhe të cilat ishin super të bukura, por unë po ja u tregoj edhe juve. Por përveç kësaj dua t'ju tregoj edhe disa gjëra të tjera, të cilat i kam bërë porosi në shenjë dhe kanë ardhur këtu, por nuk kam mundur ju tregoj sepse nuk kam qenë në Finland. Do fillojmë nga porosia e parë, do me thënë nga shenji. Kam marrë një palë pantallona. Tani, ideja ime në kokën time dhe në foton që unë pash atje ishte që këto pantallonat ishin në ngjyrën kafe të pjekur, edhe pse këto janë kafe, por nuk e di se çka një lloj ngjyre që nuk mund ta shpjegoj, nuk është ajo kafja që unë doja, por prisja që ishin shumë më të gjata, akoma nuk e kam provuar me thënë të drejtën, ishin të gjata, por jo ashtu siç unë i mbaj në, domethënë që të më rinë të varura. Nuk e di se si do më rinë në trup. Janë këtu. Materiali nuk është se është shumë i keq, nuk është se është as i plot në një material wow, por çfarë mund të presim. Këtë lloj materiali kanë, në fakt vjen si elastike, nuk e di se si ta shpjegoj. Janë këtu, kanë këtë lloj ngjyre, mezi pres t'i provoj që t'i shikoj një herë se si më rrin, sepse si ja kam iden. Vazhdojmë në gjën e dytë që kam marrë nga shenji. Nga shenji kam marrë këto takat, të cilat unë i vesha një herë, tani po ja u tregoj dhe po i kap kështu. Janë këto takat e bardha, nuk e di, ishin shumë të rehatshme dhe më kanë pëlqyer shumë. Ishin të lehta, këto me provë domethënë, këto i kam provuar, i vesha dje, janë të lehta, ishin të rehatshme, nuk janë të larta, shikoni pak sa e kanë takën, janë edhe këtë ngjyrën e bardhë të bukur me këto si petale dhe ja vlen. Këto ja vlenin, më duket se i kam marrë diku tek 10 euro ose 12 euro, nuk jam e sigurt, por që ishin goxha të mira dhe të rehatshme. Unë nuk është se vesh shumë taka, edhe me raste kur i kemi, pse jo, i kemi një palë në shtëpi. Këtu kam disa koka për të bërë kremrat e tortave, ëmbëlsirave të ndryshme. Unë kisha disa, por doja të merr edhe disa lloje të tjera, duke qenë se më duhen, dhe kam marrë në forma të ndryshme. Këto më duken goxha të mira, edhe ja vlen, sepse unë në Tiranë kam bler një nga këto lloj kokash, nuk e di kona mund të quhen, për të bërë kremrat, për të dalë me forma të ndryshme, e kam bler 5.000 lekë. Domethënë është goxha çmimi i lartë për të bler një të tillë. Dhe në shenjë i gjeta të njëjtin material si ajo që kam bler në Tiranë, por i gjeta më lirë edhe më shumë sot. Tjetër, vazhdojmë me blerjen tjetër nga shenji. Kam marrë të cilat i kam hapur se më deshën. Këto qeset që janë për kremre, që janë një përdorimshe, që mund të bëjnë forma të ndryshme. Dhe një porosi tjetër nga shenji, veçmas nga këto. Në fakt kjo porosi nuk është për mua, por është për mamin e Xhesit. Kam marrë disa sete kostumesh, për të cilat u zhgënjyen për materiale. Janë të bukura, por nuk është ai lloj materiali që ne prisnim. Por mbase ne presim shumë nga shenji dhe prandaj zhgënjehemi, sepse e din se çfarë lloj materiali kanë. Është ky fustani, kjo ka edhe një xhaket, por nuk jam duke ja u hapur të tjerat, se më thënë drejtën jam duke përtuar për t'i hapur të gjitha këto, por janë disa pako për mamin e Xhesit, të cilat i kam këtu dhe doja çoj unë kur të shkoj. Tjetër, nga shenji, kjo më ka pëlqyer shumë. Shikoni pak. Sa e bukur është kjo çanta. Është kjo ngjyra kafe e pjekur që unë po jo thosha që parë për pantallonat, domethënë nuk ka asnjë lloj lidhje me këtë ngjyrën, por shikoni pak se sa e bukur që është. Është e mirë, mund ta shtysh ca kohë me këtë çantë, por nuk është se është një çantë që mund ta marrësh për ditë, sepse kemi dhe të tjera, kështu që kjo për ta kombinuar me në një veshje të bukur është goxha e mirë dhe ka këtë materialin e kamoshit, sude bag më duket quhet kjo. Dhe është kështu me këtë tokëzën këtu dhe më pëlqen.
do bëj një outfit që e kam menduar, sepse jam duke pritur dhe një bashkëpunim tjetër të më vi, që me si pres t'ja u tregoj, janë këpuc, edhe do mendoj disa outfite, sepse dua t'ju bëj dhe disa foto, këtu në Finland është mbushur plot me gjethe, dhe nuk e keni ide, unë gjithkohës jam ua sa bukur, sepse vërtet më pëlqen shumë kjo stina e vjeshtës, edhe në Tiranë nuk na bien gjethet kështu, nuk e di pse, por këtu është tamam stina e vjeshtës. Tani vazhdojmë me bashkëpunimin e berlukut, që ja kam treguar në një video të mëparshme, por po ja u tregoj shpejt, është ky seti me këto streqet këtu, të cilat i keni parë, po i hapim edhe një herë, me që i kemi këtu dhe jemi duke treguar veshje. Është ky fustani që më pëlqeu shumë dhe që më rinte shumë mirë. Është i hapur nga mbrapa dhe vjen si stili tennis girl, si vajza që luan tenis, që unë nuk di të loz, nuk di të luaj fare tenis. Kemi këtë setin këtu që ky ishte nam fare, më pëlqeu shumë, nuk e di, por më rinte shumë mirë mbas trupit, edhe këto prerjet nga mbrapa i kishte shumë të bukura, dhe këto streqet ishin shumë të bukura, të plota dhe material shumë i mirë. Shumë i mirë. Pra, këto ishin të gjitha gjërat. Kjo ishte dita ime sot, xhiroja që ne bëm tek ajo qendra tregtare, sepse koha ishte shije dhe nuk mund të rrinim dot jashtë apo të shkonim në një vend tjetër, dhe vetmja mundësi ishte që të shkonim te kjo qendra tregtare, ku kemi marrë disa ushqime dhe bëm atë porosinë e atyre mobiljeve, të cilat do na i sjellin nesër dhe me si pres t'ja u tregoj dhe të shikojmë pak dhomën e gjumit të përfunduar dhe se si do të duket në fund. Për tani po e mbyll kamerën, bashkë do shihemi nesër me gjëra të reja. Nesër kemi dhe Rain pushim, nuk do jetë në punë, kështu që do organizojmë në një gjë, mbase dalim pak më vonë, do me thënë të vi porosia një herë, sepse na kanë thënë që do vi paradite, dhe pasi të kenë ardhur të gjitha gjërat që ne kemi porositur, do dalim në një xhiro me Rain. Nuk e kemi menduar se ku të shkojmë, por kemi qef të dalim dhe të më qaj disa foto të bukura, të cilat do i kem edhe për bashkëpunim, por edhe për qefin tim, të cilat mund t'i shihni në Instagramin tim. Përshëndetje, kërkoj minuse për kunatin tim. E kam gjetë shumë shpejt, do marrëdojmë. Bismillah zot. Ka 20 vjet atë because ai after that Kokën ata ulët. Ja ta bëj një dhe like because I don't know. Erdhën dhe pakot. Bëja kështu tani. Hajde me shapka tonë të njëjtën. Hihihi. Bravo, Rushe. kush më manda? Unë që të po bërë vloga, e si roll hairs. Po si i bje kjo të ngrit diku, apo këshurin tot? A kapet me nej vend kjo? Shimër zot, u beta mangër zot. Kjo është edhe kokë. Here, pushani me njeni të bëj video. Tani ju mos i shikoni rrobat aty të ndera, por kjo është koka e krevatit që ne kemi marrë. Është si krevati poshtë. Edhe tani do montojmë komedina. Shikoni sa bukur duke dhënë tani? Kjo dhe nga Japan. Do t'i jetë, po? Jo. S'ka shant, do t'i jetë. Jo. Njerëz dhe ju ke munguar në vlogun tim. Kjo është. Po luajnë me pallë. Është ora 3 e drekës dhe unë jam akoma me bizhame. Në fakt, unë kur jam në shtëpi dua të rri me bizhame.
Sapo kam përsjell Xhesin për punë, Rai ka shkuar të bëhet gati tek shtëpia sepse do dalim tani mbas dite, nuk kemi dal fare. Ne jemi takuar, kemi ngrënë darkë partije bashk, por nuk kemi dal siç dalim ne që pim një kafe dhe një gjë. Tani, kështu duket koka e krevatit. Shikoni pak tani sa bukur duket, u plotësua dhoma dhe duket akoma dhe më mirë. Komedinat nuk i kemi montuar akoma, montuam njërën, por bërëm një gabim. Plus që Xhesi nuk kishte më kohë edhe duhet ikte në punë, kështu që i lam për t'i bërë nesër paradite, nuk na prish në një punë. Tani po mendohem të bëhem gati, po mendohesha se çfarë të vishja. Unë kam bërë një gabim sepse kam marrë tripodin e vogël të kamerës, por nuk kam marrë një gjë që i vidhoset kamerës nga poshtë në mënyrë që tripodi ta mbaj. Kështu që jam e detyruar që kamerën ta lej ose në dollape ose në vende që janë lart edhe unë mund të lë telefonin aty. Tani çfarë kam menduar unë të vesh? Unë dje ju bëre një unboxing të disa gjërave që kisha marrë, por harova shumë gjëra të tjera pa ju treguar. Dhe një ndër to është kjo xhaketa kafe, që shikoni pak sa e bukur është, e mora në Vinted vetëm për 7 euro më duket. Dhe shikoni pak. Nuk e di tani se i bie kjo drita pa keq, prisni ta kthej çik kështu. Është kafe, ngjyrë çokoladë. Unë këtë e vesha par dje, por nuk bëra ndonjë foto të Hari. Tani ju nuk më keni parë, kështu që unë do ta vesh përsëri sot, kështu mendoj, por kam hall se mos mbërdhi edhe mendoj që të marr dhe xhupin me vete për ta patur, edhe pse nuk do më shkoj shumë, por kur të bëjmë fotot do ta heq edhe do bëjmë fotot vetëm me këto. Mendoj që ta kombinoj me këto pantallonat e shenjit, nuk e di nëse do më shkojnë. Por shkojnë, sepse nuk janë ngjyra të njëjta, thyen pak besoj, edhe do më rinë mirë. Tjetër, për bluz tani, çfarë duhet të vesh? Nuk e di, duhet të marr një karige që të ngjitem lart tek dollapi dhe të shikoj se çfarë bluzash kam këtu, sepse nuk i mbaj mend fare. Këtu kam rrobat e ndera, të cilat duhet i mbledhim sepse janë tharë. Dhe me çfarë do ta kombinojmë pantallonat? Nuk e di. Çfarë që nga ky fund? Jo. Jashtë është pak ftohtë, është vrenjtur, është një kohë e zymtë, vetëm për të fjetur gjumë, por unë duhet i shfrytëzoj këto ditët që jam këtu, sepse do kthehem prapë në Tiranë. Kështu duket edhe luku final. I ndrova, nuk vesha ato pantallonat nga shenjë që ishin ngjyrë kafe, sepse më rinin të shkurtra. Nuk më pëlqenin fare, unë kam qef që xhinset ose pantallonat të më rinë kështu, të fshi rrugën domethënë. Vesha këtë bluzën vishnjë, burgandi si mund ta quajmë, me xhaketën kafe, mora këtë çantën e shenjit që është shumë e bukur dhe vesha këto atletet ngjyrë vishnjë që ti kombinoja me ti kombinoja me bluzën. Tani besoj se duke mirë, flokët i kapa birë sepse nuk më rinin mirë të lëshuara. Mundova t'i kap sa më mirë, pa gunga, pa gjëra. U lyeva vetëm pak edhe ikim sepse Rai po më pret poshtë. Ne do ju marr me vete dhe nuk e dim se ku do shkojmë. Kemi parë një lokal që bëj një matcha shumë të mirë, imagjinoni unë që pi matcha. Eva kur të shofi këtë video do qeshi me mua, por vërtet më ka pëlqyer ajo te Tasty Ruby dhe inshallah e bëjnë edhe këtu të mirë. Më pas unë dua të shkojmë në një qendër tregtare sepse nuk kam çizme për dimër. Kam një palë që janë të zeza, por ato kanë filluar që të prishen, plus nuk e di pse po më vrasin shumë. Edhe dua të shikoj në një palë të tjera çfarë të gjej. Kam qenë e fiksuar me aksa, por nuk jam e sigurt nëse duhet i marr apo jo, sepse ato për shi nuk janë. Edhe do më prishe nëse unë i marrë, kështu që do shikoj se çfarë mund të gjej në një gjë të vogël. Rai po më merr, më ju marr me vete. Tada! Hello, shoqëri. Ikim.
çfarë parku na solli shoqe? Të lutem. Unë po lutesha për të gjetur një vend me gjepe. Po vetë pas ka vetëm lut. Jo, më i po e ke lutën se na çudite. Ti janë ti reklam për Finlandën. Nuk më pëlqen fare. Jo, e di sa bukur që është. Është e bukur, është e bukur. Mi qëndroj mendi. Bravo. Ngelëm duke për foto dhe video. Thank you. Tani ka dalë kjo e reja. Andi po provon aksat. Dalin nga këmba këto. Janë 37. Të shafën këto modeli që është i ri. Dhe Janë shumë bukura një gjë. duken kështu. Që sa bukur ngjan me këtë xhaketë? Ha? Nga dita tjetër e vlogut, edhe doja që ta mbylla këtë vlogun siç duhej, sepse nuk i tregova se çfarë unë mora dje që dola me Rai. Mora diçka, atë që ju thash në fillim, por që thash nuk do e ble, dhe prap u tundova dhe e mora. Tani, siç e shihni nga kutia, ka marrë çizmet nga aksat, dhe ka marrë këtë ngjyrën e re që ka dalë tani. E cila është kjo kafja e bukur, nuk e di se si e kishte emrin kjo lloj ngjyre, por është kjo kafja e bukur, nuk e di nëse duket mirë në kamerë, sepse drita s'është shumë e mirë, por kështu duken. I mora në numrin 36, prova dhe 37, por 37 më dilte nga këmba Kurecja dhe kisha dëgjuar shumë që këto aksat tek shumë njerëz dalin nga këmbët në momentin që ecën, por unë mora numrin 37 dhe 37 më rinte super, më rinte tamam, domethënë është numri im, po varet edhe nga kpuca ndonjëherë më bën dhe 37. Dhe 36 më rinte fiks ashtu siç duhej dhe i kisha shumë të rehatshme, janë shumë të lehta dhe mezi pres ti kombinoj. Këtu në Finland nuk arrit ti kombinoj dot sepse këtu ka rënë shiqu kur kam ardhur dhe deri tani vetëm ka rënë shik, kështu që do t'i marrim në Tiranë dhe do krijojmë atje ndonjë outfit në një gjë të bukur që ti kombinojmë. Gjithashtu doja t'ju tregoja edhe një dy gjëra të tjera. Sepse kam haruar t'i tregoj kur e hapa këtë videon, janë dy blerje që un kam që më bëri Adela tek Primarku në Gjermani. Doja një dy palë pijama që të jenë për Christmas, për sezonin e festave të fundvitit dhe mi mori dhe më vajti mendja shumë mirë sepse në Shqipëri mund të gjesh, po mund të gjesh super shtrenjtë edhe që s'mund t'ja vlejnë. Kurse tek Primarku në shera parë që blej diçka edhe janë këto bijamat. Shikoni pak se sa të bukura që janë. Mora një palë këtë ngjyrën e kuqe si në vishnjë dhe është ky material. Pjesën sipër e kanë këtë me kopsa të lloj forme që janë shumë të rehatshme, ndërsa pala tjetër që kam marr, mos injoroni romujën mbrapa, sepse kemi për të bërë valizhen gati. Pala tjetër e bijameve janë këto. Shikoni pak sa të bukura që janë të bardha, në fakt si ngjyrë qumshi, si të bardha, diçka e tillë, me këto gingerbreadat, me këto zemrat, me këto karamelet, dhe më pëlqejnë shumë. I mora edhe këto tutat e këtyre. Janë të lirshme dhe në fund janë me këtë vizën kështu. Adela këto mi mori në masën extra small, sepse ne kemi një trup rafërsisht edhe i provoj dhe medium që unë i doja, se në përgjithësi dua të jetë të lirshme bijamet, rini super të mëdhaja dhe këto extra smallet ishin fix për trupin ton.
Gjithashtu dua të tregoj dhe një dhuratë që Adela më ka bërë, të cilën pjatën nuk e kam tani sepse e kam në lavastovilje, por do ju tregoj këtë tjetrën, dhe ja u tregoj në një moment tjetër atë pjatën. Janë këto në fjongë të kuqe, të cilat janë Christmas Edition, kanë dalë tani për Krishtlindje, edhe janë për t'i vendosur tek tavolina, për të vendosur gotat sipër, dhe janë shumë të bukura. Gjithashtu, shoqja ime ka filluar dhe merret me qyri, më ka bërë një qyri të vogël që është kështu në formë zemre. Më kishte bërë dhe një tjetër të gjatë, por tani për momentin e kam në sallon, e kam vendosur tek bufeja e televizorit, kështu që kjo edhe një tjetër. Gjithashtu, gjëja e fundit që nuk dua të harroj është kjo dhurata që më ka bërë Rai. Më ka marrë edhe një nga ato magnetet që vendosen tek frigoriferi, kur ka qenë në Itali, në Firenze, më duket. Edhe më ka marrë dhe një buskuq nga Kiko. Unë s'kam bler asnjëherë te Kiko. Dhe është kjo këtu. Shikoni? Zakonisht unë përdor buskuqet që janë në ngjyrën kafe, nude, por thashtë marrë diçka ndryshe, duke qenë se kam lip glosset të cilat janë në ngjyrat e tokës, thashtë të merja këtë rozën. Shikoni pak sa e bukur që është. Dhe mezi prest ta përdor. Dhe kisha futur në dollap edhe kam haruar ta përdor. Por do ta marrim me vete. Tani këto ishin të gjitha gjërat që ne kemi marrë këto ditë këtu në Finland, dhuratat që më kanë bërë njerëzit, edhe kështu. Ky ishte vlogu i Finlandës, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Video të tjera të bukura do të na vinë. Dhe ju do bëni pyetje pse po kthehesh, pse po bëhesh, por këto do t'rregoj në një moment të dytë. Do ja u tregoj çdo gjë, sepse mund të ketë njerëz që mund të kenë qenë në situatën time dhe mund t'i ndihmoj me gjëra që kam për t'i treguar, me çështje dokumentash ka të bëj. Kështu që do kthehemi në Shqipëri, do vazhdojmë aty me vlogje me gjëra dhe shpresojmë që të vim sa më shpejt përsëri në Finland. Shihemi në një video tjetër.